Nëse keni pasur ndonjë dyshim në lidhje me armiqsinë e administratës Trump ndaj Evropës, këto janë dy shembuj të mrekullueshëm që nuk duhet t'i lënë evropianët të kenë iluzione. Zbulimi më tronditës erdhi të hënën nga gazetari amerikan Jeffrey Goldberg, kryeredaktori i The Atlantic. Ai papritur i gjeti veten të shtuar në një grup të mesazheve sinjal, së bashku me zëvendës presidentin J.D. Vance, sekretarin e mbrojtjes Pete Hegseth dhe disa zyrtarë të tjerë të lartë të SBA-s. Qëllimi i grupit për të diskutuar planet për një sulm ndaj Huthive të Yemenit, një sulm që përfundimisht ndodhi më 15 mars. Pamaturia e plot me cilën trajtohet siguria e komunikimit në këtë nivel të qeverisjes është tashmë e habitshme, por ajo që bie edhe më shumë në sy është ajo që zbulon rrëfimi i The Atlantic për mënyrën se si diskutohet Evropa në nivelet më të larta të administratës Trump. Për këta lider të kombit më të fuqishëm në botë, evropianët nuk janë gjë tjetër veç se ngarkesë pa pagesë dhe ata duhet të paguajnë. Për çmimi i Amerikës për Europën, kjo nuk është asgjëre. Amerikanët kanë akuzuar prej kohësh evropianët se nuk e tërheqin peshën e tyre kur bëhet fjalë për mbrojtjen e kontinentit. Vetëm 48 orë më parë, Donald Trump përsëriti se NATO pa Shtetet e Bashkuara nuk është asgjë, një deklaratë që megjithse e hapur, nuk është plotësisht e pavërtet, por është mjaft e habitshme për një evropian të dëgjojë këtë shkëmbim, siç e raporton gazetari që e ka parë rastësisht. Kreu i Pentagonit shpjegoi se po bëheshin llogaritjet për të faturuar Evropën për sulmin ndaj Huthis, pasi bizneset evropiane përfitojnë nga liria e lundrimit në rajon. Zëvendës presidenti ra dakord duke thënë: "Unë thjesht e urrej të shpëtoj Evropën përsëri", për cilën sekretari i mbrojtjes u përgjigj: "Unë ndaj plotësisht urrejtjen tuaj për ngarkimin pa pagesë evropiane. Është patetike." Për dekada evropianët janë mbështetur tek amerikanët për mbrojtjen e tyre, gjë që tani kanë ndezur këtë për çmim nga sundimtarët e rinj të Shteteve të Bashkuara. Thirrja e vazhdueshme e zgjimit është edhe më e nevojshme, por nuk duket se po bën përshtypje në Washington. Loj pushteti në Groenland. Shembulli i dytë është një kthes e re në Groenland, territori arktik që i përket Danimarkës dhe që Trump dëshiron ta kapë. Gruaja e zëvendës presidentit J.D. Vance dhe këshilltari i sigurisë kombëtare Mike Waltz kanë njoftuar se do të udhtojnë në Groenland këtë javë, pavarësisht se nuk janë ftuar nga autoritetet. Për evropianët ekziston një ndjenjë, një marrëdhënie të prishur, shkruan World Crunch. Këto vizita u shoqëruan me komente që sugjeronin se Groenlanda bëhej amerikane në një mënyrë apo tjetër, një deklaratë që kreu i qeverisë lokale të territorit danez e quajti agresive. Ky agresivitet i drejtohet edhe një herë një aleati evropian të Shteteve të Bashkuara, Danimarkës, e cila e sheh këtë si një tragjedi kombëtare. Trump sillet në këtë mënyrë brutale me aleatët e tij si Kanadaja dhe Danimarka. Megjithatë, në të njëjtën kohë, i dërguari i tij i posaçëm Steve Witkoff nuk ishte asgjë veç fjalëve të mira për Vladimir Putinin kur u hapën negociatat për Ukrainën në Riyadh. Për evropianët ekziston një ndjenjë, një marrëdhënie të prishur në zbulimin e shtrirjes së armiqësisë amerikane, por si në dashuri, ka jetë pas ndarjes dhe është e rëndësishme të shfrytëzoni sa më shumë jetën tuaj të re.